Do me thonë, këtu ullet janë pa fara, sepse nëse janë me fara, duhet pa tjetër mja largu se prish në blinderin pasaj të shpia, e na vërtet në neve. Me kjo sasi bluhet komplet. Jam pak gjakë vora në melon, mës melon këto. Me gërë. Me met. Ashtu edhe duhet me thonë se. Ja, është gjëna me met. Është gjëna me gjytë ushqimi. Për ndryshe që kjo konë gabimi maj malë që e kena bona që se kena gjujtë ushqimi për shemë të nesrit, ose kër e ka lanë fëmija, edhe kena konsumu për vete. Jo, ideja është tash me pregadit për një me mos edhe për qatë së okej, se normal është gjëna me gjujtë. Për ndryshe se më staroj me pyte kontaminimi i vezës, se zakonisht fiksohemi shumë të produktet me vezë. Kur janë të zjera, nëse nuk i qërojmë, a mund të qëndrojnë frigorifer disa det të zjera? Jo, det, që në shpejë. Jo, një det, 24 orë. Në është ta një të mdetur maksimumi. 24 është shumë nëse veç hapet frigoriferit. Kur është e paqëruar, thamsh? Kur është e paqëruar, 24 nëse nuk e hapim shpesh frigoriferit, se nështë është një familje që të cili ka cilët e hapë, edhe normal më rujtë mes mrena në frigorifer, jo ndër frigoriferit. Realisht na kemi thonë edhe ma herë që vezë du të më rujtë mrena në frigorifer, jo ndër. U ka një prej video që kena pas shumë kritika, sepse ka dira vendin e vezë. Amo të që t'ja u kujtojmë shikuzve arsyeja pse nuk bën, ose pse nuk rekomandohet me i rujtë vezët tek dera e frigoriferit, është sepse dera hapet e mbyllet shumë herë brenda ditës. Vezët e dojnë temperaturën afërsisht 4 Po, dhe ndrën temperatura. Kjo është arsyeja. Na ndoshta dikush mundet me thonë që vezët i shohim nëpër markete, nëpër tokë kështu. Por realisht ajo nuk është rujtja ideale e vezëve. Do të thonë as ajo nuk preferohet absolut.